Përveç pianos ne e dim që ti ke edhe talent leximin apo pasion. Si ndihesh kur lexon? Ndihem shumë e lumtur dhe e qetësuar dhe unë lexoj shumë libra dhe kjo pasioni im. A ke fituar ndonjëherë ndonjë çmim për lexim? Po, jam zgjedhur si lexuesja më e mirë e vitit në bibliotekë, pasi kam lexuar shumë më të madhe të librave. Si e ndjerte kur ke fituar atë çmim? Jam ndjerë shumë e lumtur dhe krenore, sepse kjo vetëm tregon dashurinë time për librat. Çfarë lloj zhanri të librave të pëlqen të lexosh më së shumti? Më së shumti më pëlqejnë librat komedi, sidomos të David Williams, sepse i ka librat më qesharak. A ke edhe ndonjë autor tjetër shqiptar që të pëlqen të lexosh librat e tij? Po, më pëlqen Same Froshere, i cili dhe është Flori, dhe sidomos Doja em, i cili libri im i preferuar është nga ai, Dita më e lumtur.